Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Yasin, betohem për Kur'anin plot urtësi, se vërtet ti Muhammed je një nga të dërguarit në rrugë të drejtë, me shpalljen e të plot fuqishmit, mëshirëplotit, që të paralajmërosh një popull paraardhësit e të cilit nuk ishin të paralajmëruar. Prandaj këta janë të pakujdesshëm. Shumica e tyre e meritojnë dënimin se ata nuk besojnë. Ne do t'u vëmë në qafë vargonj, të cilët do t'u arrin deri në mjekër, e kështu do të jenë si të mpirë. Ne kemi vënë pengesa para tyre dhe pas tyre, e i kemi mbuluar, kështu që ata nuk shohin. Për ata është një lloj, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Në të vërtetë, paralajmërimi yt i sjell dobi vetëm atij që ndjek këshillën, Kur'anin, dhe i friksohet të gjithëmëshirshmit edhe pa e parë atë. Këtij jepi lajmin e mirë për falje gjunash dhe shpërblim bujar. Sigurisht, ne i ringjallim të vdekurit dhe shënojmë veprat që kanë bërë dhe gjurmët e punëve të tyre. Ne kemi llogaritur çdo gjë në një libër të qartë. Përmendu atyre shembullin e banorëve të qytetit, kur u erdhën të dërguarit. Ne u dërguam atyre 2 vetë, që ata i quajtën gënjeshtar. Pastaj i përforcuam të dërguarit me 1 të tretë, e së bashku thanë: ne me të vërtet jemi dërguar te ju. Banorët u thanë: ju jeni vetëm njerëz si ne. E gjithëmëshirshmi nuk ju ka shpallur asgjë, ju vetëm gënjeni. Ata u përgjigjen: Zoti ynë e di që ne jemi vërtet të dërguar te ju, dhe kemi detyrë vetëm që të shpallim qartë të vërtetën. Banorët thanë: ne parandjejmë fatkeqësi nga ju. Nëse nuk tërhiqeni, do t'ju gurzojmë dhe me siguri do t'ju godas një dënim i dhëmshëm prej nesh. Ata u përgjigjen: fatkeqësia që ju ndollët mund të vi vetëm nga vetja juaj. Vallë, për shkak se po ju këshillojmë na kërcnoni. Ju jeni popull që kaloni çdo lloj kufiri. Nga skajet e qytetit, një njeri erdhi duke nxituar dhe tha: o populli im, ndiqni të dërguarit. Ndiqni ata që nuk kërkojnë prej jush kurfar shpërblimi e që janë në rrugë të drejtë. Përse të mos e adhuroj atë, i cili më ka krijuar, e tek i cili do të kthehemi të gjithë. Vallë, përse duhet të adhuroj zotat e tjerë përveç tij? Nëse i gjithëmëshirshmi do të dëshironte të më godiste me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi i atyre zotave nuk do të më sillte kurfar dobie, e as që do të mund të më shpëtonin. Atëherë, unë do të isha me siguri në humbje të dukshme. Unë i kam besuar Zotit tuaj, andaj më dëgjoni. Pasi e vrau populli vet, ati ju tha: hyrë në xhennet. Ai tha: si kur ta dinte populli im, se si më fali Zoti im dhe më bëri të nderuar. Por pas vdekjes së tij, ne nuk i dërguam kurfar ushtri nga qielli si dënim popullit të tij, dhe as që kishte nevojë për të dërguar. Mjaftoi për t'i dënuar ata vetëm një zë i tmerrshëm, pas të cilit u shuan për një herësh. Asa mjerim për ata njerëz. Kurdo që u vinte ndonjë i dërguar, ata nuk bënin tjetër për vetëm talleshin me të. Vallë, a nuk e kishin parë ata se sa brezni para tyre, që i kishim shkatruar? Nuk u kthyen më. Të gjithë ata do të paraqiten bashkarisht e ne. Shenjë për ata është toka e vdekur. Ne i ringjallim atë, dhe nga ajo nxjerrim drithra me të cilat ushqehen. Ne kemi krijuar në tokë kopshte hurmash dhe vreshta. E kemi bërë të shpërthejnë në të burime ujë, që ata t'i hanë frutat e tyre. Këto nuk i bën duart e tyre. Ndaj, përse ata nuk duan të jenë mirënjohës? Qoftë lavdëruar ai që i ka krijuar çift të gjitha llojet. Çka mbin prej tokës, ata vet, njerëzit, dhe gjërat që ata as nuk i dinë. Një shenjë tjetër për ta është nata,
prej se cilës ne e largojmë ditën, dhe atëherë ata mbeten në errësirë. Dielli sillet në drejtimin e vet të caktuar. Kështu e ka përcaktuar i plot fuqishmi, i gjithdijshmi. Hënës i kemi caktuar faza. Ajo për ditë hahet, e bëhet si rembi i përkulur i hurmës. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk mund t'ia kalojë ditës. Të gjitha lundrojnë në orbitat e veta. Një shenjë tjetër për ta është që para ardhësit e tyre ne i ngarkuam në anijen e mbushur plot të Nuhut, dhe për ta krijuam mjete të ngjajshme me atë anije në të cilat hipin. Po të duam ne, i fundosim ata, e atëherë as nuk do të mund t'i ndihmoj kush, e as nuk do të mund të shpëtojnë, përveç se me mëshirën tonë, duke i lënë ata të kënaqen një farkohe. Kur atyre u thuhet, druajuni asaj që keni para jush dhe asaj që është pas jush, me qëllim që Allahu t'ju mëshiroj, ata nuk dëgjojnë. Sa herë që atyre u vjen ndonjë nga shenjat e Zotit të tyre, ata i shmangen asaj. E kur atyre u thuhet, jepni nga ato që ju ka dhënë Allahu, atëherë mohuesit u thonë besimtarve, pse, ne do t'ju ushqejmë ata, që po të donte Allahu do t'i ushqente vetë. Ju jeni vërtet në humbje të dukshme. Ata, jo besimtarët, thonë gjithashtu kur do të përmbushet ky premtim, nëse ajo që thoni është të vërtetë. Ata presin vetëm një zë të tmerrshëm që do t'i kaplojë, ndërsa grinden me njëri tjetrin. Atëherë nuk do të mund të lënë testament e as të kthehen te familjet e tyre. Dhe kur të fryhet në surr, ata do të dalin nga varret dhe do të nxitojnë drejt Zotit të tyre, duke thënë: mirë ne, kush na ngriti prej varreve tona. Do të thuhet: ja, kjo është ajo që ka premtuar i Gjithëmëshirshmi. Të dërguarit kanë thënë të vërtetën. Do të jetë ai vetëm një zë i tmerrshëm, e ata të gjithë do të paraqiten para nesh. Atë ditë, askujt nuk do t'i bëhet ndonjë padrejtësi, dhe ju do të shpërbleheni vetëm sipas asaj që keni bërë. Sigurisht që atë ditë banorët e xhennetit nuk do të mendojnë për gjë tjetër veç lumturisë së tyre. Ata dhe gratë e tyre do të jenë në hije, të mbështetur në koltuqe. Për ata do të ketë aty fruta dhe çdo gjë që dëshirojnë. Paqe do të jetë fjala prej Zotit mëshirëplot. Ndërsa keqbërësve, ai do t'u thotë: veçoni sot ju, o keqbërës. Vallë, a nuk ju kam urdhëruar o bijtë e Ademit, që të mos e adhuroni djallin, sa ai është vërtet armiku juaj i shpallur, por të më adhuroni vetëm mua. Kjo është rruga e drejtë. Sigurisht që ai djalli ka shpënë në humbje shumë prej jush. Vallë, a nuk po mendoni? Ky është xhenemi që ju ishte premtuar. Digjuni tani në të, sepse kur nuk besuat. Sot ne do t'u avullosim atyre gojët, e do të na flasin duart e tyre, dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë. Si kur të donim ne, do t'u averbonim atyre sytë, kështu që ata do t'a kërkonin më kot rrugën. Vallë, si do të shihnin. Si kur të kishim dashur ne, do t'i kishim shëndruar në krijesat të tjera në atë vend, e ata nuk do të mund as të shkonin e as të ktheheshin. Kujt do që i japim jetë të gjatë, ne e bëjmë sërish krijesë të dobët. Vallë, a nuk kuptojnë ata? Ne nuk ja kemi mësuar atij, Muhamedit, poezinë, e ajo asgjë është për të. Ky libër që ka sjell është vetëm këshill dhe një Kur'an i qartë, për të paralajmëruar çdo që është të gjallë dhe për të përmbushur fjala e tij ndaj mohuesve. Vallë, a nuk e shohin ata se ndër gjërat që duart tona kanë krijuar për ta, janë kafshët që ata zotrojnë. Ne bëm që ato të nënshtrohen atyre, kështu që disa i shalojnë, e prej disave ushqehen. Prej disave pinë dhe nxjerrin dobi të tjera. Vallë, si të mos falenderojnë. Por ata kanë zgjedhur zotat të tjerë në vend të Allahut,
duke shpresuar se do të ndihmohen prej tyre. Zotat nuk mund t'i ndihmojnë, e megjithatë, idhujtarët janë si një ushtri e pranishme për ata. Mos u dëshpro nga fjalët e tyre. Ne e dim se çfarë fshehin dhe çfarë shpallin. A nuk e sheh njeriu se si ne e krijuam atë prej pikës së farës? E megjithatë, ai bëhet kundërshtar i shpallur. Ai na sjell shembull duke harruar krijimin e vet dhe thotë: kush do t'i ngjall eshtrat kur të kalben? Thuaj, do t'i ngjall ai që i krijoi ato për herë të parë. Ai ka njohuri të plot për çdo krijesë. Do t'i ngjall ai që prej pemëve të gjelbra bëri për ju zjarrin. Pra, ju prej lëndës së tyre ndizni zjarr. Vallë, a nuk është i Zoti ai që krijoi qiejt dhe tokën, ti rikrijoi ato? Po, ai është krijuesi i çdo gjëje dhe i gjithdijshmi. Vërtet, urdhri i tij kur ai dëshiron diçka është që t'i thot asaj bëhu, dhe ajo bëhet. Prandaj, qoftë lartësuar ai në dorën e të cilit është pushteti mbi çdo gjë, tek ai do të ktheheni. Betohem për ata engjëj që janë të radhitur, dhe për ata që e pengojnë të keqen, dhe për ata që e lexojnë Kuranin, se në të vërtetë Zoti juaj është një, Zoti i qiejve dhe i tokës, dhe çfarë gjendet në mes tyre, dhe Zoti i lindjeve të diellit. Ne kemi stolisur qiellin e kësaj bote me shkëlqimin e yjeve, për ta mbrojtur atë nga djajt e pabindur, kështu që ata nuk e përgjojnë dot grupin më të lartë dhe qellohen me meteor nga të gjitha anët. Pastaj ashtu të përzën do të kenë vuajtje të përhershme në jetën tjetër. Djajt nuk përgjojnë dot, veç atij që grabit diçka, e që e ndjek një yll verbues. Pyet jo Muhammed, ata mekasit jo besimtar. A është më i vështirë krijimi i tyre, apo i të gjitha gjërave të tjera që i kemi krijuar? Ata i kemi krijuar nga balta ngjitse. Ti çuditesh pse ata s'të besojnë, ndërsa ata të përqeshin pse çuditesh. E kur u drejtohen këshilla, ata nuk i dëgjojnë. Kur shohin një mrekulli, ata e nxisin njëri tjetrin për t'u tallur dhe thonë: kjo s'është gjë tjetër veç se një magji e qartë. Ata thonë: vallë, kur të vdesim dhe të bëhemi eshtra e pluhur, a thua vërtet do të ringjallemi, edhe pasardhësit tanë të lashtë? Thua ju: po, edhe do të jeni të poshtruar. Ai, zëri i bririt të ringjalljes, do të jetë një zë i vetëm, dhe të gjithë mohuesit e ringjallur do të shohin se ç'do të bëhet me ta, dhe do të thonë: mirë për ne, kjo është dita e gjykimit. Po, kjo është dita e gjykimit të cilën ju e keni përgënjeshtruar. Engjujve do t'u thuhet: mblidhni njerëzit e këqij, shokët e tyre djaj dhe idhuj që i kanë adhuruar krahas Allahut. E tregojuni atyre rrugën e zjarrit flakërues. Ndalni ata, se do të pyeten: ç'keni që nuk e ndihmoni njëri tjetrin? Por atë ditë ata do të jenë plotësisht të dorësuar, e do t'i afrohen njëri tjetrit duke u grindur. Pasuesit do t'u thonë prisve: ju na vinit nga ana e djathtë. Ata do të përgjigjen: jo, ju vetë nuk ishit besimtar. Ne nuk kishim kur far pushtetin mbi ju, por ju ishit popull i pabindur. E kështu u përmbush fjala e Zotit kundër nesh. Ne të gjithë do ta shijojmë me siguri dënimin. Ne ju mashtruam juve, por edhe vetë ishim të mashtruar. Atë ditë, të gjithë ata do të jenë së bashku në dënim. Ne kështu veprojmë me keqbërësit, sepse kur u thuhej atyre nuk ka Zot tjetër të denjë për adhurim, veç Allahut. Ata tregoheshin arrogant dhe thoshin: vallë, ati braktisim hynit tona për shkak të një poeti të marr. Nuk është ashtu siç thonë ata, por ai Muhamedi ka sjellë të vërtetën dhe ka pohuar atë që thonin të dërguarit e mëparshëm. Sigurisht, ju do ta provoni dënimin e dhëmshëm,
dhe do të shpërbleheni vetëm sipas asaj që keni bërë. Kurse robërit e sinqertë të Allahut do të kenë mirësi të caktuara, fruta të ndryshme dhe do të jenë të nderuar në kopshtet e lumturisë, në kolltuqe përballë njëri tjetrit. Aty do të shërbehet një gotë e mbushur nga një burim i rrjedhshëm, me pije të bardhë e të shijshme për ata që do ta pinë. Prej asaj nuk do të trullosen dhe as nuk do të dehen. Pranë tyre do të jenë gra me shikim të ulur e sy të bukur, sikur të ishin vezë të ruajtura mirë. Ata do t'i qasen njëri tjetrit e do të bisedojnë. Dhe njëri prej tyre do të thotë: unë kam pasur një shok i cili më thoshte: vallë, edhe ti je nga ata që besojnë. Se kur të vdesim e të bëhemi eshtra e pluhur, do të japim llogari vërtet. A doni ta shikoni atë që më qortonte për shkak të besimit tim? Dhe ai do të shikoj poshtë dhe do ta shoh atë në mes të zjarrit flakërues. E do t'i thotë: për Allahun, për pak më shkatrove edhe mua. Po të mos ishte mirësia e Zotit tim, edhe unë do të isha në zjarr bashkë me ty. Banorët e xhenetit do të thonë: a nuk do të vdesim më përveç vdekjes së parë, dhe as nuk do të dënohemi? Vërtet kjo është fitoria më e madhe. Për diçka të tillë, le të përpiqen ata që punojnë. A është më e mirë kjo gjendje apo pema e zekumit? Ne kemi bërë atë si sprovë për keqbërësit. Një mend, kjo pemë del nga fundi i zjarrit flakërues dhe frutet e saj janë si kokat e djajve. Me të vërtet, ata do ta hanë këtë frut dhe me të do ta mbushin barkun. Pastaj ata do të kenë një përzierje me ujë të nxehtë për të pirë. E pas kësaj, me siguri kthimi i tyre do të jetë në zjarrin flakërues. Ata i gjetën etrit e tyre në humbje dhe kështu vazhduan pas gjurmëve të tyre. Por edhe para tyre humbën rrugën shumica e popujve të lashtë. Në të vërtetë, ne u dërguam atyre paralemrues. E tani shiko se cili që fundi atyre që u paralemruan, përveç robërve të sinqertë të Allahut. Kur Nuhu na thiri në ndihmë, ne ju përgjigjëm bukur, e shpëtuam atë dhe familjen e tij prej katastrofës së madhe. I lam në jetë vetëm pasardhësit e tij dhe e lam atë kujtim të brezat e tjerë. Paqja qoftë me Nuhun ndërmjet gjithë krijesave. Ne kështu i shpërblejmë punë mirët. Ai është vërtet nga robërit tanë besimtar. Pastaj i fundosëm të tjerët. Padyshim që një nga idhtarët e besimit të tij, Nuhut, ishte Ibrahimi. Ai i erdhi Zotit të vet me zemër të pastër, kur i tha babait dhe popullit të vet: çfarë adhuroni ju? Vallë, a dëshironi hyny të rreme në vend të Allahut? Çfarë mendoni ju për Zotin e gjithësisë? Pastaj u hodhi një shikim yjeve, e tha: unë jam i sëmur. Ata u larguan prej tij, duke lënë pas. Pastaj ai u përvodhte idhujt e tyre dhe u tha: a nuk po hani? Ç'keni? Përse nuk flisni? I u afrua atyre kalimthi duke i goditur me dorën e djathtë. Mbasi u kthyen dhe pan idhujt e thyer, njerëzit nxituan nga ai. Ai u tha: vallë, ju adhuroni ato që i keni gdhendur vetë, ndërkohë që Allahu është ai që ju ka krijuar juve dhe gjithçka që bëni. Ata thanë: përgatitni për të një furrë dhe hidheni në zjarrin flakërues. Dhe deshën t'i ngrinin një kurth, por ne i bëm ata më të poshtruarit. Ai tha: unë po shkoj te Zoti im, ai do të më udhëzojë. O Zoti im, dhurom një fëmijë prej të mirëve. Dhe ne i dham lajmin e gëzuar për një djalë të mbar. Kur fëmia u rrit aq sa ta ndihmonte në punë, Ibrahimi i tha: o djali im, kam parë ëndër se duhet të flijoj. Çfarë mendon ti? I biri i tha: o atim, vepro ashtu siç je urdhëruar. Dashtë Allahu do të jemi durueshëm. Pasi
i u nënshtruan që të dy urdhrit. Ibrahimi e vuri Ismailin me ballë për tokë. Ne e thirrëm: "O Ibrahim, ti e përmbushë ëndrrën. Vërtet ne kështu i shpërblejmë punëmirët. Kjo me të vërtet ka qenë një sprovë e qartë. Dhe ne e zëvendësuam atë Ismailin me një kurban të madh, dhe e lam atë Ibrahimin kujtim të mirë në brezat e mëvonshëm. Paqja qoftë mbi Ibrahimin. Ja, kështu ne i shpërblejmë punëmirët. Ai ka qenë vërtet një nga robërit tanë besimtar. Ne i dham atij lajmin e mirë për lindjen e Isakut, profet për njerëzve të mirë. Dhe ne e bekuam atë dhe Isakun, por midis pasardhësve të tyre përveç punëmirëve, ka edhe të atill që e kanë ngarkuar dukshëm veten me gjunahe. Ne i dham dhuntin ton Musait dhe Harunit, dhe i shpëtuam ata të dy dhe popullin e tyre nga mjerimi i madh. Ne i ndihmuam dhe ata nga dhënyen. Ne u dham atyre librin e qartë, i udhëzuam në rrugën e drejtë dhe u lam brezave të mëvonshëm, kujtim të mirë për ta. Paqja qoftë mbi Musain dhe Harunin. Ja, kështu ne i shpërblejmë punëmirët. E pa dyshim, ata të dy janë nga robërit tanë besimtar. Edhe Iljasi ka qenë vërtet një prej të dërguarve. Ai tha popullit të vet: "A nuk po i friksoheni Allahut? Vallë, ai luteni ju Balit, ndërsa braktisni krijuesin më të mirë, Allahun, Zotin tuaj dhe Zotin e të parëve tuaj të lashtë." Ata e quajtën atë gënjeshtar, dhe për këtë shkak do të çohen në xhenem përveç robërve të sinqertë të Allahut. Dhe ne e lam atë kujtim të mirë të brezat të mëvonshëm. Paqja qoftë mbi Iljasin. Ja, kështu ne i shpërblejmë punëmirët. Ai ka qenë vërtet një nga robërit tanë besimtar. Sigurisht, edhe Luti ka qenë njëri prej të dërguarve. Ne shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij, përveç plakës, gruas e tij, që mbeti me të dënuarit. Pastaj i zhdukëm të tjerët. Ju që kaloni pranë rënojave të tyre në mëngjes dhe natën, a nuk po mendoni? Junusi ka qenë gjithashtu njëri nga të dërguarit. Ai nxitoi drejt një anije të mbushur plot e përplot, dhe hodhi short me detarët se kush duhej të hidhej, dhe humbi. Pastaj atë e gëlltiti një balen, se ai kishte bërë diçka të gabuar, dhe po të mos ishte nga ata që i luten Allahut, me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në ditën e ringjalljes. Por ne e hodhëm atë në një breg të shkret, ashtu siç ishte duke lënguar, dhe bëm që të mbinte mbi të një bim kungulli për t'i bërë hije. Pastaj e dërguam atë te 100.000 e më tepër njerëz, dhe ata i besuan. Prandaj u dham një jetë të këndshme për një kohë. Pyeti ata o Muhammed: "Vallë, për Zotin tënd janë vajzat, ndërsa për vete kanë djemt. Apo ne i krijuam engjujt si femra e ata ishin dëshmitar?" Sigurisht që ata shpifin kur thonë: "Allahu ka lindur fëmijë." Ata në të vërtet janë gënjeshtar. Vallë, ai ka përzgjedhur vajzat ndaj djemve. Çfarë keni që gjykoni kështu? A nuk po mendoni? Apo keni ndonjë provë bindëse për atë që thoni? Sillni librin tuaj nëse thoni të vërtetën. Idhujtarët kanë trilluar farefisni ndërmjet Zotit dhe gjindëve, kurse gjindët e dinë se ata do të sillen të gjithë para tij. I lartësuar është Allahu mbi gjithçka që ata i atribojnë atij. Por robërit e sinqertë të Allahut nuk adhurojnë askënd tjetër përveç tij. Me të vërtetë, as ju, as idhujt tuaj nuk mund të mashtroni askënd kundër atij, përveç atyre që do të digjen në zjarrin flakërues. Çdo njeri prej nesh e ka vendin e caktuar në qiell, ku adhuron Allahun. Ne jemi ata që qëndrojmë në radhë, dhe ne jemi ata që e lavdrojmë atë. Edhe pse ata, idhujtarët Mekas, thoshin: "Sigur të kishim një libër nga popujt e mëparshëm, ne me siguri do të ishim robërit e sinqertë të Allahut." Ata e mohuan Kur'anin
por së shpejti do ta dinë. Qysh më parë ne u kemi premtuar robërve tanë të dërguar, se ata do të ndihmohen prej nesh, dhe se ushtrit tona do të jenë me siguri fitimtare. Andaj, largohu prej tyre për një farë kohe, vështroj, kur t'u zbres dënimi, se edhe ata do t'a shohin se si do të jenë pasojat e mosbesimit të tyre. Vallë, a mos po kërkojnë ata shpejtimin e dënimit tonë? Kur t'u bjerë në mesin e tyre, mëngjesi i atyre që janë paralemruar, do të jetë shumë i trishtuar. Andaj largohu prej tyre për një farë kohe, vështroj ata, se edhe ata do t'a shohin dënimin. I lartësuar qoftë Zoti yt, Zoti i madhështisë e i lavdisë, mbi çfarë i atribojnë ata. Paqja qoftë mbi të dërguarit, dhe të gjitha lavdet e falenderimet qofshin për Allahun, Zotin e botëve. Sad, betohem për Kur'anin plot këshilla, se ti Muhammed thua të vërtetën, por jo besimtarët janë mendjemdhenj dhe kundërshtues. Sa e sa breza para tyre ne i kemi zhdukur. Ata kanë thirrur për mëshirë, por ka qenë vonë. Ata, Mekasit, çuditën për ardhjen e një paralemruesi nga xhiri i tyre, dhe jo besimtarët thonë, ky është magjistar dhe gënjeshtar. A mos kërkon ai që të gjithë zotat t'i bëj një zot të vetëm? Vërtet që kjo është një gjë e çuditshme. Paria e tyre largohet duke thënë, mos e dëgjoni dhe qëndroni me durim pranë zotave tuaj. Kjo është puna që duhet bërë vërtet. Këtë monoteizëm nuk e kemi dëgjuar në fenë e fundit, fenë e krishterë. Ky është vetëm një trillim i stisur. Pse vetëm atij është shpallur fjala e Allahut ndërmjet nesh? Po ata dyshojnë në këshillën time, sepse ende nuk e kanë provuar dënimin tim. A mos vallë ata kanë në dorë thesaret e mëshirës së Zotit tënd, të plotfuqishmit, dhuruesit? Apo i tyre është pushteti i qiejve i tokës dhe çka midis tyre? Atëherë le të ngjiten me litar në qiell. Grupi i tyre Mekasve është vetëm një prej ushtrive të cilat do të shpartallohen. Edhe para tyre kanë përgënjeshtruar populli i Nuhut, fisi i Ad dhe Faraoni, njeriu i hunjëve, ku torturonte njerëzit. Por edhe fisi Themud, edhe populli i Lutit, edhe banorët e Eiketit. Ata ishin vërtet ushtri të fuqishme. Të gjithë ata i quajtën të dërguarit gënjeshtar, andaj e merituan dënimin tim. Kurse këta, Mekasit, presin vetëm një britmë, fryerjen e parë të bririt, që nuk do të pushojë. Ata thonë, o Zoti ynë, shpejtona pjesën tonë të dënimit, para ditës së llogarisë. Ti duroje atë që thonë ata, dhe kujtoje robin tonë të fuqishëm, Daudin, që përherë i drejtohej Zotit. Ne ja nënshtruam malet që së bashku me të ti luteshin Allahut, në mbrëmje dhe në mëngjes, edhe shpendet e tubuar. Të gjithë i drejtoheshin atij. Ne ja forcuam mbretërinë dhe i dham mençuri e dieni për të gjykuar. Ai ke dëgjuar historinë e dy kundërshtarëve që hipën mbi murin e faltorës së tij. Kur hynte Daudi, ai u friksua prej tyre. Ata thanë, mos u frikso. Ne jemi dy kundërshtarë, një nga të cilët i ka bërë pa drejtësi tjetrit, prandaj gjyko me drejtësi dhe mos u shmang prej së vërtetës, por na udhëzo në rrugë të drejtë. Njëri prej tyre tha, ky është vëllai im, ai ka 99 dele, kurse unë kam vetëm një dele. Andaj më tha, ma jep mua atë, dhe më mundi me fjalë. Daudi tha, vërtet ai të ka bërë pa drejtësi që të ka kërkuar delen tënde të vetme, për ta bashkuar me delet e veta. Shumë ortak i bëjnë pa drejtësi njëri tjetrit, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira. Por ata janë pak. Daudi e kuptoi se në të vërtetë ne e kishim vënë në provë atë, prandaj kërkoi falje nga Zoti i vet. Ra në gjunjë dhe u përul duke u penduar. Pastaj ne ja falëm këtë, e ai te ne do të jetë i afërt dhe do të ketë strehim të mirë në jetën tjetër.
O Daud, ne të kemi bërë më këmbës në tokë, prandaj gjykon ndërmjet njerëzve me drejtësi dhe mos shko pas dëshirave dhe tekave, se ato të largojnë nga rruga e Allahut. Me të vërtet, për ata që largohen nga rruga e Allahut, ka dënim të ashpër, nga që e kanë haruar ditën e llogarisë. Ne nuk e kemi krijuar kot qiellin, tokën dhe çfarë ndodhet midis tyre. Kjo është hamendja jo besimtarve, prandaj mirë jo besimtarët kur të hidhen në zjarr. Ati trajtojmë një lloj ata që besojnë e bëjnë vepra të mira dhe turbulluesit në tokë. Ati trajtojmë një lloj njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e mbrapsht. Ky Kur'an është një libër i bekuar që ne ta kemi zbritur ty o Muhammed, për të përsjatur mbi vargjet e tij dhe për të këshilluar me të njerëzit e mençur. Ne i falem Daudit Sulejmanin, një rob të mrekullueshëm. Ai i drejtohej gjithnjë me pendes Zotit. Kur një pasdite ju paraqitën kuajt këmbëshpejt, ai tha: unë shfaqja dashuri më të madhe për pasurinë, kuajt, se sa për lutje ndaj Zotit tim, derisa dielli humbi mbas malit. Mi ktheni ata kuajt, e pastaj nisi t'i pres me shpatë këmbët dhe qafat e tyre. Ne e vum në provë Sulejmanin dhe vendosëm në fronin e tij një trup, por ai i u drejtua Zotit dhe tha: o Zoti im, më fal dhe më dhuro një pushtet që të mos e ketë askush pas meje. Me të vërtet, ti je dhuruesi i madh. Pastaj ne i nënshtruam atij erën që të frynte me urdhrin e tij, andej nga të donte ai. Gjithashtu i nënshtruam edhe djajt, ndërmjet të cilëve kishte ndërtues dhe zhytës në ujë, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Ne i thamë: kjo është dhurata jonë për ty, prandaj jep lirisht ose mos jep gjë prej saj, sepse nuk do të kesh kurfar llogarie për këtë. Me të vërtet, ai te ne do të ketë vend të afërt dhe strehim të mirë në jetën tjetër. Kujtoje robin tonë Ejubin, kur ju lut Zotit të vet: me të vërtet më ka goditur djalli me mundime dhe vuajtje. Ne ju përgjigjëm: bjeri me këmbë tokës, dhe aty do të dalë një burim me ujë të ftohtë për larje dhe pirje. Ne ja kthyem atij familjen dhe 2 herë më tepër, si mëshirë prej nesh dhe këshillim për njerëzit e mençur. Ne i tham atij: merre me dorën tënde një tufë thuprash, e bjeri lehtë me to gruas tënde, dhe mos e shkel betimin tënd. Ne e gjetëm atë të durueshëm, rob të mrekullueshëm. Ai kthehej vazhdimisht me pendes tek Zoti. Kujto robërit tan, Ibrahimin, Isakun dhe Jakubin, të fortë në besim dhe largpamës. Ne u dhuruam atyre një virtyt të veçantë, të mendojnë gjithmonë për botën e ardhshme. Një mend, ata janë tek ne nga njerëzit më të mirë e më të zgjedhur. Kujtoje edhe Ismailin, Eliesain dhe Dhulkiflin. Të gjithë ata kanë qenë nga besimtarët e zgjedhur e të mirë. Ky është një përkujtim, vërtet për njerëzit që ruhen nga gjunahet, ka kthim të mirë në botën tjetër, në kopshtet e Adnit, dyert e të cilit janë të hapura për ta. Aty do të prehen e do të kënaqen me pemë dhe pije të lloj-llojshme. Pranë tyre do të ketë hyrje të lira e moshatare që nuk shikojnë anash. Kjo ju është premtuar për ditën e llogarisë. Këto janë një mend begatit tona që nuk kanë të sosur. Kjo është kështu për besimtarët, kurse për njerëzit e pabindur do të ketë vërtet një përfundim të keq në xhenem, ku do të digjen esa vend qëndrimi shëmtuar që është ai. Kjo i pret ata. Le ta shijojnë ujin e valuar dhe të ndotur, dhe të tjera mundime të lloj-llojshme të ngjashme me to. Ne do t'u themi prizve të jo besimtarve: ky është një grumbull bashkë me ju. Nuk ka mirëseardhje për ta. Me siguri që ata do të digjen në zjarr. Pasuesit jo besimtar do t'u thonë prizve të tyre:
ju mos paqit çlirim e as qetësi. Ju na keni sjellë në këtë gjendje. E sa strehimi keq është ky. Pastaj ata do të thonë: O Zoti ynë, atyre që na e përgatitën këtë neve, dyfishoju a dënimin në zjarr. Do të thonë: pse nuk po i shohim njerëzit që ne i quanim të këqij dhe i përqeshnim, apo na kanë humbur sysh? Kjo do të ndodhë vërtet. Banorët e zjarrit të xhenemit do të grindën ndërmjet tyre. Thuaj o Muhammed, në të vërtet, unë jam vetëm paralajmërues. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet, përveç Allahut, të vetmit, ngadhnimtarit, Zotit të qiejve e të tokës dhe të gjithë shkaje që gjendet midis tyre, të plot fuqishmit, falësit të madh. Thuaj, ky Kur'an është një mesazh i madh, e megjithatë ju nuk po ja vini veshin atij. Unë nuk kam pasur asnjë dijeni për grupin më të lartë, kur diskutonin mes tyre për krijimin e Ademit. Mua më është shpallur se jam vetëm paralajmërues i qartë. Kur Zoti yt u tha engjujve: unë do të krijoj një njeri prej balte, kur t'i jap trajt dhe t'i fryje prej shpirtit tim, përuljuni në sejdë atij. Të gjithë engjujt së bashku u përullën në sejdë, përveç Iblisit, i cili u tregua mendje madh dhe mohues. Zoti tha: O Iblis, ç'të pengoj ty të mos përulesh në sejdë para atij që e kam krijuar vetë me duart e mia? A mos u bëre mendje madh, apo mendon se je nga të lartët? Iblisi tha: unë jam më i mirë se ai. Mua më ke krijuar prej zjarrit, kurse atë prej balte. Allahu tha: atëherë dil prej xhennetit. Me të vërtet ti je i mallkuar, dhe mallkimi im do të jetë mbi ty deri në ditën e gjykimit. Ai tha: O Zoti im, më jep afat deri në ditën kur do të ringjallen ata. Zoti tha: në të vërtet ty do të jepet afat deri në një ditë të caktuar, kur i fryhet surit për herë të parë. Iblisi tha: betohem në madhërinë tënde se unë do t'i mashtroj njerëzit të gjithë, përveç robërve të tu të sinqertë. Zoti tha: e vërteta është, dhe unë them vetëm të vërtetën, se do ta mbush xhenemin me ty dhe me të gjithë ata që të pasojnë ty. Thuaj o Muhammed, unë prej jush nuk kërkoj kurfar shpërblimi për këtë Kur'an, e as pretendoj të jem diçka që s'jam. Në të vërtet, ky Kur'an është këshill për tërë botën, dhe ju me siguri që do ta dini të vërtetën shumë shpejt. Ky libër është shpallur nga Allahu i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Një mend, ne ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën, andaj adhuro vetëm Allahun me përkushtim të çiltër për të. Vetëm Allahut i takon adhurimi i vërtet. Sa për ata që marrin mbrojtës të tjerë përveç tij, duke thënë ne u lutemi atyre vetëm që të na afrojnë tek Allahu. Allahu me siguri që do t'i gjykoj për mos pajtimet që kanë patur. Vërtet Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar e mohues. Sikur të donte Allahu të merrte një bir, ai do të zgjedhte këtë pëlqente prej krijesave të veta. Qoftë i lartësuar ai nga kjo gjë. Ai është Allahu, i vetmi dhe ngadhnimtari. Ai i ka krijuar qiejt dhe tokën për të shpallur të vërtetën. Ai e bën natën të kalojë në ditë dhe ditën në natë. Ai e ka nënshtruar diellin dhe hënën. Të gjitha lëvizin për një kohë të caktuar. Vërtet ai është i plot fuqishëm dhe falës i madh. Ai ju krijoi prej një njeriu të vetëm. Pastaj prej tij krijoi shoqen e tij. Ai ka krijuar për ju 8 çifte bagëtish. Ai ju krijon në barqet e nënave tuaja, faz pas faze, në një errësirë të trefisht. Ky është Allahu, Zoti juaj. Atij i përket i tërë pushteti. Nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç tij. Atëherë, si është e mundur që të largoheni prej tij? Nëse ju e mohoni atë,
Dijeni se Allahu nuk ka as pak nevojë për ju. Megjithatë, ai nuk është i kënaqur me mosmirnjohjen e robërve të tij, por kënaqet me ju nëse e falenderoni. Asnjë gjunaqar nuk do t'i mbartë gjunahet e tjetrit. Pastaj do të ktheheni te Zoti juaj, e ai do t'ju njoftoj për atë që keni bërë, sepse ai e di vërtet se ç'keni në zemrat tuaja. Kur njeriu e godet një e keqe, ai lutet Zotit të vet, duke u drejtuar me pendes. E kur atij vjen një e mirë prej Zotit, ai harron se për çfarë ishte duke u lutur më parë, dhe sajon zota të tjerë të barabartë me Allahun, për t'i larguar të tjerët nga rruga e tij. Thuaj o Muhammed, kënaqu pak me mosbesimin tënd. Ti me siguri do të jesh nga banorët e zjarrit. A mund të krahasohet ai që falet natën, duke bërë sejdë, dhe duke qëndruar në këmbë e që ruhet prej jetës tjetër, dhe shpreson në mëshirën e Zotit të tij, me jo besimtarin? Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Vetëm njerëzit e mençur i pranojnë këshillat. Thuaj, o robër besimtar të Allahut, friksojuni Zotit tuaj. Ata që bëjnë mirë në këtë jetë do të kenë të mira. Toka e Allahut është e gjerë. Vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas. Thuaj, unë jam urdhëruar që të adhuroj Allahun me përkushtim të sinqert. Unë jam urdhëruar të jemi pari nga ata që i nënshtrohen atij. Thuaj, unë i trembem vërtet dënimit të ditës së madhe, nëse nuk i bindem Zotit tim. Thuaj, vetëm Allahun e adhuroj me besimin tim të plot e të sinqert. Kurse ju adhuroni këtë doni në vend të tij. Thuaj, të humburit e vërtet janë ata që do të humbin veten dhe familjen e tyre në ditën e Kiametit. Ja, kjo është humbja e dukshme. Ata do të mbulohen me shtresa zjarri nga sipër dhe nga poshtë. Me këtë Allahu i tremb robërit e vet. O robërit e mi, më kini frikë mua. Le të gëzohen ata që shmangen nga adhurimi i idhujve, e kthehen nga Allahu. Pra, jepu lajme të gëzueshme robërve të mi, të cilët pasi i dëgjojnë fjalët që u thuhen, ndjekin atë që është më e mira prej tyre. Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar në rrugë të drejtë. Këta janë njerëzit e mençur. Vallë, a mund ta udhëzosh ti o Muhammed atë që meriton të dënohet, dhe a mund ta shpëtosh atë që gjendet në zjarr? Ndërkaq, ata që i friksohen Zotit do të kenë dhoma të ngritura mbi njëra tjetrën, pranë të cilave rrjedhin lumenj. Ky është premtimi i Allahut. Allahu nuk e shkel premtimin e vet. A nuk e sheh se si Allahu e zbret ujë nga qielli dhe e bën atë të burojë nga toka? Nëpërmjet tij ai nxjerr bimë të lloj-llojshme, ngjyrash të ndryshme, të cilat më pas zverdhen e thahen, dhe pastaj ai thërmon. Me të vërtet në të gjitha këto ka këshilla për ata që janë të mençur.